që Orka nuk e nxit një lloj konkurrence në kuptimin negativ, që i shtyn universitetet në një konkurrencë jo të shëndetshme, pra të arsye na platformën e kemi cilësu si një mjet që e rrit konkurrencën e shëndetshme në arsimin e lartë në Kosovë, kryesisht tek universitetet publike, me që këto janë në interesin tonë dhe interesin e shoqënisë. Kjo formë kështu, lë shumë për të dëshiruar që të mos them se ka në keq përdorim që nuk e besoj, po veç po them mund të shkoj edhe mendja andej. Tjetër, ka dhe shumë çështje çka është, unë mendoj që kjo është për të ardhmen, se për këtë herë ka përfundu. Është mirë ju, Dibran, me marrë parasysh edhe një çështje tjetër, nëse shikojmë universitetet publike në Kosovë, dhe ju jeni besoj në djeni, me pa se këto universitete s'o kanë buxhet. Nuk është normale një universitet me pas shembull 4 milion buxhet, po flas me gjitha, me infrastrukturë, me këto mjete që kapitale gjitha, e një universitet me pas 300.000. Dhe pastaj ti ta fosësh këtë universitetin tjetër në rangim me atë tjetrën dhe sepse kjo është shumë një aspekt i cili ka rëndësi. Masanej, numri mësimdhënësve. Një universitet mund t'i ketë 120-30 mësimdhënës, tjetri mund t'i ketë vetëm 40, dhe prandaj nuk mund është edhe në këtë aspekt, sado që proporcionalisht mund del në aspektet përqindjes e ngjashme, por me gjithat sasia lun rolin e vetë në këtë rast. Prandaj për mua është i paplotësuar kjo formë, kështu, jo transparente. Sepse e kemi të pamundur me hy për secilin universitet në aspektet që na i kemi matë. Po një gjë që ju duhet ta dini me siguri është që të dhënat e Orkës janë gati në perfekcion të sakta, sepse merren prej burimeve zyrtare. E para, te justifikimi është i përfshirë tërë stafi dhe është brenda rregullores. Sipas kësaj që e thatë ju, rektor, na e kuptojmë që përgjatë kohës që keni udhëheq ju, stafi ka justifiku tituj dhe gjithçka brenda avancimeve akademike është kry brenda regulativave dhe normativave të universitetit. Dhe nëse justifikimi i një pjesë të stafit brenda regulativave dhe normativave ndodh kur ju udhëheqni me universitetin, nuk është e pamundur të shfaqsoheni për stafin paraprak ekzistues në universitet, sepse ata aty mbajnë mësim dhe ligjerojnë. Pra me thonë, për momentit që jam unë është në rregull, por ke staf që nuk e kanë asnjë punim të vetëm dhe nuk e justifikojnë titullin, ju nuk jeni duke operuar në 2 universitete paralele. Në Universitetin e Gjilanit pra ka profesor që nuk e justifikojnë titullin, prandaj në totalin e matjes tonë ata përbëjnë cilësi mbrana universitetit, ose jo cilësi. Të gjitha këto të cilat i dëgjuam sot dhe i morim sot do të shërbejnë për neve që të përmirësohemi për të ardhmen. Natyrisht ta ngrisim. Unë e di që ju edhe na tha që është pjesë fillestare, pilot projekt që nuk është definitive natyrisht, dhe besoj që është gjitha indikator janë të rëndësishëm për neve për përmirësimin tonë. Duhet të themi një gjë që nuk kemi indikator shpesh ku e vlerësojmë na vetveten, dhe është mirë se në kuptimin nacional dikush na tregon, na orienton se çka duhet përmirësohem. Dhe unë e shoh tepër pozitive, pavarësisht prej disa rezerva të cilat nuk do t'i shfaqi. Është që kërkues pash bashkëpunimin ndërkombëtar që është i përfshirë si një komponentë kyçe e universiteteve, sa ka le të themi projekte ndërkombëtare, sa ka mobilitete, që janë elemente që shën sa po shkojnë jashtë stafi dhe le të themi qoftë i dyanshëm ose staf akademik student, është një element tjetër shumë i rëndësishëm që një prej po ndu mendo me të gjithë juve, kur shkojmë në asociacione ndryshme ndërkombëtare të universiteteve, pyetja parë që ta bojnë është sa programi ofron gjuhë angleze. Edhe me keqardhje, po menjëherë mbyllen dyert aty sepse ne jemi të kufizuar. Pyetja tjetër që është sa landi ofron gjuhë angleze, që me ofru mobilitete marrë studentë ndryshëm ndërkombëtar ose edhe dikush më ligjëruar prej stafit jashtëm. Po e shoh bashkëpunimin ndërkombëtar si element që kish mujt me plotësu më mirë këtë pjesë. Në sa i përket akreditimit, po besoj në 2024 në ndonat,